Mënyra e votimit dhe zgjedhjes së kryetarit të komunës është e njëjtë si në zgjedhjet e mëhershme, secili kryetari i komunës zgjidhet drejt për drejt nga votuesit e komunës ku janë të regjistruar. Kandidati zgjidhet kryetari i komunës nëse fiton 50% plus 1 vot të numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme të hedhura në atë komunë, e nëse kjo nuk arrihet, atëherë pas 4 javësh organizohet raundi i dytë mes 2 kandidatëve, të cilët kanë fituar më së shumti vota të vlefshme. Kandidati i cili fiton shumicën e votave në rrethin e dytë zgjidhet kryetar i komunës. Edhe mënyra e votimit në zgjedhje për kuvende komunale ka mbetur e njëjtë si në zgjedhjet e kaluara lokale, pra në anën e majtë të fletvotimit, votuesi duhet të votojë vetëm një subjekt politik dhe në anën e djathtë të fletvotimit, votuesi mund të votojë vetëm për një kandidat nga lista e kandidatëve të atij subjekti politik. Sipas ligjit për zgjedhjet lokale, vota për subjektin politik konsiderohet si vot për kandidatin e parë apo barsin e listës së atij subjekti politik.